Më në fund, kështu e ka nisur mesazhin e saj Brikena Selmani, teksa ka ndarë me ndjekësit një lajm që duket se e ka emocionuar pafund, ish banorja e Big Brother VIP Albania 5, e cila gjatë gjithë eksperiencës së saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri fitoi mbështetje të madhe nga publiku, ka zbuluar se është nisur drejt Italisë për të takuar familjen e saj. Në postimin e publikuar në kanalin e saj, Brikena shkruan se zemra e saj mezi po pret ato përqafimet familjare që i kanë munguar shumë gjatë kësaj periudhe. Fjalët e saj prekën me njërë ndjekësit, të cilët vërshuan me komente dhe urime për modelen shqiptare. Për ata që e kanë ndjekur rrugtimin e Brikenës, nuk është sekret fakti që ajo ka një lidhje shumë të fortë me familjen dhe shpesh ka folur për mbështetjen që ka marrë prej tyre. Brikena jeton prej vitesh mes Kosovës dhe Italisë, ku ka ndërtuar edhe pjesën më të madhe të karrierës së saj si modele dhe influencuese. Pas daljes nga Big Brother VIP Albania 5, Brikena ka qenë shumë aktive në rrjetet sociale, ku çdo postim i saj ka marrë vëmendje të madhe. Ajo vazhdon të jetë një nga emrat më të komentuar të këtij edicioni, ndërsa fansat e kanë mbështetur vazhdimisht edhe pas përfundimit të spektaklit. Në mesazhin e fundit, Brikena nuk harroi edhe ndjekësit e saj, duke i uruar një javë të mbarë dhe plot energji pozitive. Pikërisht, ky kombinim i thjeshtësisë dhe afërsisë me publikun është një nga arsyet pse ajo vazhdon të marrë kaq shumë mbështetje në rrjet. Por një nga temat më të komentuara për Brikenën vazhdon të jetë edhe raporti i saj me Mateon, lidhje që nisi gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother. Dyshja u kthye në një nga çiftet më të pëlqyer të këtij edicioni dhe duket se marrëdhënia e tyre po vazhdon edhe jashtë kamerave. Vetë Brikena ka folur së fundmi për ndjenjat ndaj tij, duke treguar se sa herë ndodhet në Tiranë kalon kohën pranë Mateos dhe se ndihet shumë mirë në krahët e tij. Ajo madje është shprehur se nuk do të donte ta mendonte fare një ndarje mes tyre. Fansat vazhdojnë t'i mbështesin si çift dhe në rrjet nuk mungojnë komente që i konsiderojnë një nga historitë më të bukura të krijuara në Big Brother VIP Albania 5. Ndërkohë, postimi i fundit për udhëtimin drejt Italisë ka bërë që shumë ndjekës të aludojnë se Brikena po përjeton një nga periudhat më të lumtura të jetës së saj, mes suksesit, famës dhe dashurisë.